Zemrës time, për fajet tona jetime ndër shekull. Heshtja ime për të bërë atuaja, dhe jeni mirë, ende s'ka marrë fund. Gjaku thonë nuk është ujë. Gurët e megjave tregojnë se në këtë lagje kam lindur e rritur edhe unë. Heshtja ime shpreh e vetëm dashurinë e sinqert për njerëzit i kësaj toke të mallkuar që i barti në zemrën time për herë. Besoj se një ditë do të kthehem në vendin lindje, së paku për 2 metra vend. Heshtja e ka namën e madhe, më thoshte dikur babai im Aslani. Nga se duhet ruajtur familjen e shëndosh. Andaj, sinqerisht, unë i dua e më donë të gjithë banorët e lagjës sime bujare. Të nderuar pjesëmarrës, të respektuar përfaqësues të institucioneve, të dashur krijues, studiues, lexues dhe dashamirës të fjalës së shkruar. Kam kënaqësinë e veçantë që në emër të organizatorëve, Bibliotekës së Qytetit Drita dhe Klubit Letrar Nositi, në bashkëpunim me Drejtorinë për Kulturë, Rini dhe Sport, në kuadër të aktiviteteve të organizuara për ditën e çlirimit të Kamenicës, uroj mirësardhje në këtë aktivitet letrar, kushtuar veprës së publicistit të njohur Daud Maliqi. Takimet e tilla kulturore nuk janë vetëm një mundësi për të kultuar personalitetet të rëndësishme të fjalës së shkruar, por edhe një rast për të reflektuar mbi kontributin e tyre në pasurimin e mendimit intelektual, kulturor dhe kombëtar. Vepra e tij mbetet një dëshmi e përkushtimit ndaj të vërtetës, dijes dhe vlerave kombëtare. Përmes këtij aktiviteti synojmë të sjellim në vëmendje rrugëtimin e tij jetësor dhe krijues, të ndalemi tek veprat e tij më përfaqësuese dhe të vlerësojmë ndikimin që ai ka pasur në jetën kulturore dhe shoqërore të qytetit tonë. Bibliotekat dhe klubet letrare kanë një rol të rëndësishëm në ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore. Prandaj organizimi i aktiviteteve të tilla është një dëshmi e përkushtimit tonë për të mbajtur gjallë kujtesën dhe për të promovuar figurat që kanë lënë gjurmë në kulturën dhe publicistikën tonë. Për të hapur zyrtarisht këtë aktivitet, kam kënaqësinë të ftoj për një fjalë rasti koordinatorën për biblioteka, zonjën Bedrije Bajrami. Të nderuar përfaqësues të institucioneve, të nderuar mysafirë, të nderuar krijues, lexues dhe dashamirës të librit. Kam kënaqësinë që në emër të Bibliotekës së Qytetit Drita t'ju përshëndes dhe t'ju falenderoj për pjesëmarrjen në këtë aktivitet të organizuar në kuadër të ditës së çlirimit të komunës së Kamenicës, 18 qershorit. Kjo ditë e rëndësishme për komunën tonë na kujton sakrificën, përkushtimin dhe vlerat mbi të cilat është ndërtuar liria jonë. Njëkohësisht, ajo na jep mundësinë të nderojmë ata njerëz që në punën dhe veprën e tyre kanë kontribuar në ruajtjen dhe pasurimin e identitetit tonë kulturor e kombëtar. Sot kemi kënaqësinë dhe nderin të vlerësojmë një personalitet të respektuar të kulturës sonë, poetin dhe publicistin zotin Daud Maliqi. Për më shumë se gjysmë shekulli, ai ka qenë i pranishëm në jetën kulturore me krijimtarinë e tij letrare. Shkrimet publicistike dhe angazhimin e vazhdueshëm në ruajtjen dhe promovimin e vlerave tona kombëtare kulturore. Përmes krijimtarisë së tij letrare, fjalës së shkruar dhe angazhimit publik, zoti Maliqi ka dhënë një kontribut të rëndësishëm jo vetëm për komunën e Kamenicës, por edhe më gjerë. Veprat e tij kanë pasuruar jetën kulturore, ndërsa dhurimi i librave për bibliotekën tonë ka dëshmuar dashurinë e tij për dijen, librin dhe brezat e rinj. I nderuar zoti Daud Maliqi, pranoni falënderimet tona më të sinqerta për gjithçka që keni dhënë dhe vazhdoni të jepni për kulturën, letërsinë dhe komunitetin tonë. Ju dëshirojmë shëndet, mbarësi dhe suksese të mëtejshme në krijimtarinë tuaj. Faleminderit. Faleminderit zonja Bedrije Bajrami për vlerësimet e ndara me ne. Në vazhdim ftojmë Miradia Arifin,
të lexoj një nga poezitë e zotrit Daut Maliqit. Daut Maliqi reflektoni, o dashakçin, u shtrangova, u tmerova, ligësin që i bëm vëllajet, nuk mund të duroja. Edhe rekt mbuluan qielin, yjet nuk lëviznin, dielli nuk rezatonte, as hëna nuk ndriçonte. Kushtëzimet e shantazhet, gënjeshtrat e presionet, vëllai ndaj vëllait nuk i pranon as toka e as qielli. Ju dashakçin që agrabit një trashëgimin vëllezërve, mendoni se ka zot dhe liq, dhe hajni kur nuk po ashihni. Dhe sa më pa reflektoni, këtë barë fëmijëve mos u ngarkoni. Faleminderit. Në vazhdim, për të na sjellë një vështrim më të gjerë mbi jetën, veprimtarinë dhe kontributin e publicistit Maliqi, ftojmë shkrimtarin dhe veprimtarin letrar, njëherësh edhe kryetarin e klubit Nositi, zotrin Nexhat Rexha. Përshëndetje për gjithë të pranishëm. Kjo është një ditë veçantë për qytetin tonë, po dhe ditë e veçantë për njeriu që ka kontribuar për desenet të tëra për qytetin tonë. Andaj, kjo pjesa e parë e kësaj dite i kushtohet zotit Daut Maliqi. Unë kam përgatitur kryesisht për krijimtarinë artistike të tij. Muza poetike e ruajtur në kreativitetin krijues të Daut Maliqi. Arti i letrar dhe ndjeshmëria për të komunikuar me të janë procese të gjata në për të cilin kalon njeriu. Fjala dhe kërkesat e botës së brendshme të njeriu janë shkëndija që ruajnë në shpirtin e njeriut artist. Ato janë muza, herë të heshtura e herë të trazuara, të cilat ruajnë e shprishin kohën. Në këto shkëndija të muzës poetike ka bashkëlltuar edhe Daut Maliqi. Komunikimin me përditshmërinë gjithnjë ka krijuar akumulim të ndodhive ngjarjeve në realitetet tona. Daut Maliqi, gjatë punës së tij si edukator dhe gazetar i përditshme së rilindja, ka prekur e përjetuar nga afërsia për disa dekada zhvillimet e proceseve shoqërore në qytetin tonë e më gjerë. Në këto përjetime prekje të problemeve nga më të ndryshmet të popullit tonë, ai ka akumuluar në memorien e tij skena të ndryshme. Muza poetike e Daut Maliqit për këto realitete ka arkivuar e ruajtur me kujdes dashurinë, dhembjen dhe suksesin në ngritjen e qytetit tonë. Këto njohje për një kohë të gjatë kanë bërë jetën e vet në strehim të ruajtjes për të shpalosur në veprat poetike në ardhje. Qendrat e vogla urbane, siç është edhe qyteti ynë Kamenica, Dardana, gjithmonë ka pritur e mirëpritur shkrimtarët e vendit tonë, kryesisht në takimet e organizuara në manifestime të ndryshme. Ata që ishin nga kjo tregë e shkruanin ishin të pak si Aliho Ruglica, Muharrem Shahiqi, Mustafa Morina, pastaj brezi krijuesve Mustafa Spaiu, Sabili Keqmezi, Hysen Kqiku, Halil Matoshi, Ibrahim Ibishi e ndonjë tjetër. Shkruanin letërsi, por jetonin në qendra të tjera. Mirë po, vepra e tyre komunikon me vendlindjen. Kështu klubi letrar Nositi në botimin e vitit 2010 botoi veprën Etje Pashuar për të vazhduar me te shkrimtari Sinan Sadiku edhe me 2 vepra tjera për poetët Këngë zgjuar, antologjia e poetëve të Dardanës 2023, si dhe me panoramën e poezisë poetëve të Dardanës 8 ëndrash 2025 të Dardanës. Në të gjithë krijuesit që kishin përjardhje nga treva e komunës së Dardanës. Në këtë kontekst, pasqyrues sikur rikujtohet vendlindja dhe penat artistike, shpalosin të kaluarën e tyre për në një mënyrë dhe formë tjetër.
Këtij karvani shkrimtarësh të vendlindjes I kontriboi me sukses edhe publicisti e shkrimtarit Daud Maliqi me veprat e tij letrare të botuara në disa vime si Rrjedh lumi, Gjuhën ma patëm prerë në fëmijëri, Nuk më doli ëndra, Përmendore e zemrës, Toka ime, Kullat e krenaris, Kur e thellon dashuri e të tjera. Vepra poetike e Daud Maliqit ka shtriri edhe me të gjë. Ajo në vitin 2015 në Bukuresht është botuar edhe në antologjinë poetike Romën shqiptare me titull Barnatore e fjalëve përgatitur nga përkthyesi e shkrimtari Bakrini. Të nderuar të pranishëm, vepra letrare Daud Maliqit ka shtriri tematike mjaft të gjerë. Ajo komunikon e artikulon me dashuri për vendlindjen e adheun tonë. Në këto vime poetike me tematik të ndryshme, poezitë e tij kanë depërtime mjaft të rëndësishme, të cilat të japin kënaqësinë e përjetimit të tyre në përvargje. Motivet në vepra krijojnë mundësinë e njohjeve nga afërsia për shumë ngjarje, të cilat e bëjnë lexuesin të kënaqet me përjetimet artistike në poezinë e Daud Maliqit. Duke lexuar poezinë, në të gjitha vlimet krijohet përshtypja për ruajtjen e kreativitetit të muzës poetike. Vendlindja dhe peizazhi I bukurive të natyrës së vendlindjes të rikthejnë në retrospektivën e jetës sonë. Puna dhe vullneti I njeriu tonë në të gjitha vështirësitë sociale, ai pasqyron bukur poezinë e tij. Sepse tradita në mekpritje bojari e cilësojnë kulturën dhe dashurinë për jetën dhe të bukurën në të gjitha pjesëve të historisë sonë. Poezia e tij ka depërtime edhe në probleme e vështirësi që e kanë përcjellur njeriu tonë. Pena e tij ka artikulim e shtrirje në ngjarje e periudha të ndryshme, të cilat komunikojnë, ndriçojnë jetën e njeriu tonë. Vetë titujt e veprave të Daudit të japin letërnjoftimin e qëndrueshëm të brendisë e përmbajtjes së shtruar në poezi. Kreativiteti si brendi shpirtërore dhe kreativiteti si pagjumësi për të shkrirë fjalën e dashurinë në rujtje të trashëgimisë së brezave janë pikësënimet e autorit që janë ruajtur me dashuri e zell në zemrën e tij. Dhe njëra nga veprat e tij që në titull të jep dashurinë e madhe për një përmendore të zemrës. Kjo përmendore është vetë bota e poetit në të cilin ai shkrin dashurinë si metaforë dhe si kërkesë për të mundur kohët e ikura. Shkrimtari Rahim Sadiku për veprën poetike të Daud Maliqit shpreh: me përmbledhjen e poezive Kullat e krenaris, Daud Maliqi ka vazhduar me ngulm rrugën e vetë krijuese, formën e mbashtrimit të vargjeve, thellësinë e ndjenjes dhe kërkimin e figurave sa më të qelluara poetike. Mbyllet citati. Vepra Daud Maliqit ka jashmërinë e saj në shtrije kohësh, të cilat vijnë bashkë me proceset e zhvillimit shoqëror. Në këto procese, poezia merr karakterin e rujtjes për kullat e krenarisë dhe të lexuesi manifeston dashurinë për njeriu dhe tokën tonë. Tematika shkrimore në vargje të tija vjen natyrshëm sepse ai ka jetuar në të gjitha fazat me njeriu në treves së tij dhe frymëzimet kanë ndërpërtuar me magjinë artistike për të shkrirë në fjalën e bukur artistike, si dhe në mesazh dhe në imazh të natyrës së bukur. Poezia Daud Maliqit në trajtimet e përgjithshme të saj bashkëjeton me botën e të rriturve dhe me botën e fëmijëve, duke inkorporuar kështu artin me muzikalitet e motiv të realizuar të në ambiente si aktualizim e depërtim në lidhjet e raporteve më të ngrohta njerëzore. Kështu edhe shkrimtari Faton Krasniqi për poezinë e Daud Maliqit në veprën Toka ime shpreh: Daud Maliqi nga libri në libër tregon perfeksionimin në artin letrar. Ai nuk rresht së kërkuri tema kohore, sjell nuanca kreative poetike që ngjallin korreshtjen e lexuesit në vazhdimsi. Mbyllet citati. Duke lexuar poezinë e tij, lexuesi ka mundësi të përjetojë kronikat e tija për shumë kohë, të cilat rrezatojnë ngjarjet e qytetit tonë e më gjerë në për periudha të ndryshme. Poezia si tërësi në opusin letrar të Daud Maliqit komunikon dhe ruan frymën e kohëve si përjetime dhe si realizime artistike. Ato kanë krijuar edhe portretin e shkrimtarit Daud Maliqit, të cilat shpërndajnë fjalën e bukur artistike dhe shpalosin botën fisnike të tij si njeri
dhe si artikulues i magjisë poetike. Daud Maliqit i dëshirojmë shëndet dhe vepra të tjera të cilat janë në ardhje të tjera. Duke i dëshiruar këtë ditë të veçantë, ju uroj që bashkërisht të festojmë edhe festa tjera. Faleminderit zotrit Regja për informacionet të ndara me ne. Ftojmë Leona Krasniqi të lexojë një poezi tjetër të Daud Maliqit. Daud Maliqi, nëse në sy nuk e lot, në shpirt barti mërsin, në mendje paqen, në zemër dashurin. Me plot gëzim e harmoni, edhe atë dhe dashuri. Me të drejtë thonë, shpirti nuk mund të shoh koloritin e bukur të ylberit. Nëse në sy nuk ka lot, çdo kënaqësi e njeriut, çdo formë nga zëllimi, vjen nga ajo që ta do zemra, edhe e vlerëson mendja. Dashuria e sinqert pastron shpirtin e çdo njeriu, shton vullnetin e krenarin për jetë të lumtur e dinjitoze. Në shpirt ka mirësin, në zemër dashurin, në mendje paqen, urtin e begatin njerëzore. Faleminderit Leona për interpretimin e bukur. Në vazhdim, poetët e praneshëm do të lexojnë krijimet e tyre. Filloj me Bake Krasniqi. Përshëndetje, poezin e kam titulluar Republika. Republik, kur erdhe në jetë, nuk u gëzove, qarë. E ne gjendeshim në qiellin e shtatë për këtë ditë të madhe. Vajut i parë e ëmbël i poshnjërisë u zbukurua në telat e qiftelisë. Erdhe, kur binte shi si me kënat, edhe borë, edhe sklop, po të bora ishte ngrot, e shkrihej sa po binte në tokë. Dikur, prindërit e tu me vlerë, u njoftua në tendë, kur hanin bukë veç me vallë, e mishë kishin as për bajram. Kur këndoj qyqja, u këthyje në vatrat shkrumë, bashkë me zogjë të hekurit që natën në bandit. Se edhe pra plak, kështë e ikur, nuk i shiteshin më as për rallat, as dinakrit. Më kujtojnë fëmijët që lodhën e për gërmava, e në hi piktoronin Ilberin. Burra e gra, si dikur Osmantake, valzonin në përvarë. Republik, u dësh një dekat të ndëtojmë shtëpinë e re. Kemi mbjell lule bore e lule kuqe në kopsht. Kemi sel lule nga bjeshte e nikut e pashtrikut, për ka edhe lule amerikane e tulipant Hollandë. Republik, sot je rrit e kelshuar shtatë. Liri ka me bëllëk për të gjithë. Bile dhe për hajna e delingji. Por kujdes, bardhësia mund t'i verboj syt edhe ty. Faleminderit.
Në vazhdim ftojmë Hysen Këqiku. Përshëndetje për të gjithë. Kjo orë letrare nuk është vetëm orë letrare, po është një diçka më shumë se një orë letrare. Prandaj më mirë është me fol shpirti poetik se sa të flasëm, sepse u fol mjaft, u fol bukur, u fol merituese diçka dhe është aq orë e mirë letrare kur e kam edhe autorin të cilit i kushtohet kjo orë letrare. Unë poezin time kam thujt zemra e gollotë plak. Zemra pas është më lesh është të madhe, pas është të utë. Të shoh si atëherë në Velingavën e rrëthuar, kur ne si kur farat e shekjes të bashkuara ishin në lokë qëndrese. Me shikim edhe të i majeve, kundron me përpikri vijizimet të nzakët, të nzakve edhe të paftuarve në sofra tona të bujarisë. Forca jote na jep forcë dhe akoma është rëngon dorën e bujarisë me forcën e zemrës për besnikët që u qëndron besnik. Rapit i ndërson në rapishtat tona përsluese. Në kërkim të veneroj, edhe me sy të lutuar lutinave tona artisë. Fjala e burrit, pesha e gurit. Rënd peshon, në fjallën sy me sy, e zemrat pa dryp. Lexon, e shpleton, thur kronika vetëm me zemër të lapsit në letër të bardhë. Zemra e gollohut plak. As dje, as sot, as nesër, nuk do të mbetet pa gjak. Në vazhdim ftojmë Sadbere Gagicën. Pena që nuk hesht, do të më liqit. Buri fjarës i glirë, me penë të artë dhe mendim të mirë. Në gazetari kërkove të vërtetën, në poezi i faren shpirtin jetë. Fjalët e tua si drit agimi, ndriçojnë mendjet në çdo udhtim, shkruan për njeriun, për kohën, për jetën, dhe në vargje ruan zemrën e të vërtetën. Si lisi fort në stuhit e motit, qëndron pran fjallës, larg zhurmës së kotit. Me libra e shkrime këllën gjurmë, që koha s'mund të mbërroj me pluhur kur. Të qoftë pena gjithmonë burim drite, që frymzon breza në dit e në vite, se fjala e mirë nuk tretet në kohë, por mbetet për herë si yll që ndriçon. I falenderoj. Në vazhdim ftojmë Nehat Ramizi, të cilin edhe falenderojmë për shkak të ardhjes së tij nga Kosova Lindore. Andres, unë herë e kanë apëshides bitën tonë të nderuar shumë, që ose shumë jetë me neve. Unë buona pas mundi po mundi me fare ketë, e të si përsheku madhë. Përshëndetëm për në veçanë.
Unë gjithmonë kem një dëshirë poezi, po kësaj herë kam zgjedhur një poezi pak që është aktuale, me që jemi në atë fushatën e kohës zgjedhore. Poezia të llojet alternativa. Të shkruaj për të keqen nuk më vjen mërzi. Dikush nga këto shkrime mund të ketë alergji. Shumica nga ata që janë çuar me disfata sepse janë bërë lopirës në për shumë pjatë. Mjeresht të tillët nuk dinë të ngohen kur, me trupe e shpirtit janë të ndotër orë burë. Për ata në kush melanci lokomotiva, por zgjidhja e përhershme është alternativa. Kurso që vjen një pari në parti, dilema është se si të lidhim të re kryshqi. Si ky niveli që ka mbi 7 ngjyra, ore çast të tillë që ndrojnë ato fytyra. Kërkojnë gjithmonë shteg në krye të vendit, pritime e boshe e thurin lavdi vendit. Nga fjalët e buta duken shumë të mirë, por në brendin e shpirtit në krye janë të ndyhe. Faleminderit. Faleminderit shumë zotëri Ramizi, ne vazhdojmë Gjevdet Kallaba. Mendoj se çdo letrare e ka bukurinë e vet, por kur sot e kemi edhe Bacëndaut këtu, jemi më të plotësuar, prandaj e falenderojmë për pranimin e tij. Me që në një fardore e kem bërë si ditën e Bacëndaut, edhe unë bëra një poezi për Bacëndaut. Ndej me Bacëndaut. Një ndej e veçantë, si në orë mësimi, teme bisedes, kultura, arsimi. Zumë shumë kënd në gojë, por nuk përgojua. Respekt e dashuri nga njëri tjetri mësua. Fjala rrëdhët e qetë, si burimi kulluar, me kujtime e mendime çdo çast i begatuar. Nxënësi i parë i Tefikut në busavatën e hershme dikur, mësuesi se harroi kur, në vargje e mbajti të gjallë sigur. Dauti, gazetar e shkrimtar, me penë të urtë e të dlirë, fjalën e ka pasuri, mikun e deron me dëshirë. Në atë ndej cilësore, zemra mbeti e gëzuar, sepse biseda me njerëz të mirë është thesar i pashtëruar. Faleminderit. Faleminderit shumë zotëri Kallaba, në vazhdim Minivere Maka. Bacëndaut, shekullovsh me shëndet dhe gëzime pranë familjes tënde. Lejon të përshëndes, të juroj qërshorin e liris, një herititet e çlirimit të komunës sonë. Sot kam zgjedhur poezinë fituese, e cila para pak ditës ishte poezia fituese në qërshorin e liris në takimet e Ironim Beradës në Lapushnik të Drenicës. Ishte nder për mua dhe privilegj të jem fituesja e atij edicioni. Poezia i kushtohet arbrezhëve të Italisë, 300 vjetorit të zhvendosjes së tyre në Zar. Poezia mban titullin Tri kangjela për Deradën. Mall. Në brigjet të Jonit, ku val arborisht flet. Vash me buzë të trëndafilta dashurin kërkon. Ere detit i shprish ëndrat si gjethe vjeshte. Dhe ju në plot mes ullishteve mbërthe në dalg, rin dashuron edhe në varë. Emilio Sao kërkon atë dhe on të asho edhe një herë. Trishtim. Serafin. Ajo ecën bigur që mbajnë gjurën betejash, me gërshet të lidhur pas fatit trishtim, ajo nuk qanë, ajo bëhet shi. Në heshtjen e saj ka shumë zë, si një ushtri këmbanash.
Aty përmburoj rrjedh gjaku I arborit. Tok, merr prim thellë, mbi male fluturojnë shqiponjat. Lavdi, kruj, kështjell, rokje përbashkët gjaku, shpatë bringollan, Skënderbeu, në çdo vend shkruhet një alfabet lirie. Trikangjela, mot I madh, sy mata ndetit, një popull që s'doron robëri. Faleminderit. Në vazhdim, Gjem Kadri Kastrati. Përshëndetje miq të nderuar, unë kam bërë një poezi për Basan Daut, për cilën kam respekt, kam pas të jetën jo vetëm tani. Që të llohet me laps një jetë, si rreze drite fjalët të flakronin, mbillje ëndra në vargun e qetë, I çortoje fjalët kur pak u vononin, po I tillishe në jetë. Fjalët e urta të rrodhen sigur, nga zemra dilin plot sinqeritet. Një jetë në fletë, solo dhe kur, diku I bëre 7 mbi 80. Akoma o poet, kumbon zëri yt, kujtime, ndashuri dhe shpresë. Fjala jote kur se ngeli në fët, I dha shpirtit qetësi edhe besë. Si një këmban, vargjët të jehanin, mbi padrejtësi që dhuron të koha, fjalë të ëmbla nga shpirti buronin, sa me fat jam o poet që të njoha. Le të vazhdoj edhe më tej pena si një yll që shuhet në errësirë, poezia të shpërthej nga zemra e shpirtit, poet të pushoj I lirë. Ju falenderit. Në vazhdim, ftojmë nxënësen Moreja Keçmezi. Përshëndetje të gjithëve. Poezia për poetin. Mes vargjeve të bukura, mes fjalëve të ëmbla, aty më pushon shpirti, sa herë më mërzit me ëndja. Si perëndimi I diellit që kërcen me valjet e detit, ashtu është poezia për ndjenjat e poetit. Si era e shpejt, lëviz pena në fletë, ku dedhen lotët e zemrës së poetit të shkret. Si vesa mbi lullet e breshta me lindjen e diellit, si fluturat e hishme që zbukurojnë kalërsinë e qiellit. Pasqyrohet çdo ndjenjë, si mbi një liçen të bukur, ku notojnë njellmat me shpirtin e lumtur. Poezia në fletë, sa një oqean I fellë, me poetin gojëmbël që çdo ndjenjë me fjalë përcjell. Dehëse si nota me yje vargjit e poezisë, rrezatuese si dita me diell fjalët që poeti qëndis. Arkitekt I vetë përmbysjes së tij është poeti bashkë me poezi. Faleminderit. Faleminderit shumë Moreja. Në vazhdim ftojmë Bajram Kallabe. Përshëndetje për gjithë. Ndërse jemi në një qërshorë ku në çdo qytet Kosovës shënohet dita e shkrimit, unë kam sjellë para jush një poezi në kujtim të gjithë atyre që sakrifikuan për lirinë e Kosovës. Poezia mbon titullin Në ndjenjë. Nëse një folje shqipe shmalit që kam falë, e votës së fikun portën që kam hapë. Më ndjeni për lotin e fëmijëve, netve për trishtim, kur hënës I rrofehen se në mbetet tim. Më ndjeni për nënat që në mbush rëkime, kup e hidhur e jetës djeg atë shpirt martire. Për plagën e trimit, varrua me armë shkreta, me hem që s'fëqëlloj e uj në krua zeta. Për buken që ungoj, për zogun që së këndoj, për gërshetin e qupës, djeg në flak të luftës. Më ndjeni, ju shpirtat liris, që këtë ditë festive të gëzojnë pavarësinë. Faleminderit. Mos harroj Basan Daut t'ju uroj shëndet
edhe në sjell librat e reja për gatishmëri i pagut. Po edhe një fjallë shtesë nëse se s'këmboni konceptën e kësaj, e kam një definirë, përveç si gazetar që ka qenë një kronikar shumë i sinqerti, i mirë, që ka paraqit për herë syrin në ngjarjeve që ka mbulu këtë teren, edhe në ekonominë, në kulturën, në arsimin e në tjera, e di që edhe biblioteken e shkollës ku kam punu e ka frekuentuar shumë shpesh, me shumë admirim duke ka frenoni jeon në librit dijes e tjera. Vazhdo, shëndet e suksese për ditë me të gjata. Faleminderit shumë zotri Kallaba. Në vazhdim ftojmë Sadik Kovanin. Shëndetje. Para së të lexoj këtë poezi dhe me miliona herë të kisha lexuar, po kjo poezi e ka kuptimin e vet për shtirimin e Kamenicës dhe e kam nëmru poezin time me titull Trima nga Dardana. Trimat nga Dardana, Kopërnic o fshat bregor, ke lin trima shekullor, ke rrit trima legendar, Ismailin, Rahimin, Shefik Beqirin atë fjal, atë detar, që nga quka edhe buqalla, ndihet krisma edhe fjala, zako shtrimi bëhet nami, po na vjen komandant Dardani, që nga jugu në veri, po vjen roki me shokët e ti, vëllëzër, motra mos kini dert, ku dvi unë e boj tërmet. Oj Dardan antike, lëng të trima që s'patën frikë për të luftuar, nën Kosovën për të shliruar. Luftë e vjen nga Drenica, këtë e pretoj dhe Kopërnica, luftë pas luftë hapë çdo vend, Dardan kem lind, Dardan kem qenë, Dardan të mdes. Faleminderit zotri Kovani, në vazhdim ftojmë Bukurie Buçpabaj. Përshëndetje për të gjithë, unë në bazë të ngjarjeve të fundit që po ndodhin në Shqipëri, kam ardhur me një poezi që e kam titulluar O më Shqipni, e mira Shqipni, bazuar në vargjet e mallit Pashkovasa. I vërtitet zemrimi i barkut të ngratë, si lufeja që shkret tym e flak. Vërtiten pas thirrmat tënde së ngratë, duke një kujtu fjalët e poetit që i kjajti zemra si një fëmijë, duke trumbëltuar dhimbjen o më Shqipni e mira Shqipni. Në shekullin e Kiametit flasin djajt i kofshin tret, pasqyr e bën të vend, keqe kanë shkretu. Shëtitet lart madhnia, vendi mbytet në ujë, rrugët e shkreta mbushur me shtetas të huj. Një zot e di, a është palestinez, afrikan, ti hesht, mos moza, pajtohu me të tanë, ullëm në kafene një kafe madhi me pi, por osin vjen ma merë një djal i zi. Vedin e pës, ku shken ka këj marë, që mi folë në Shqip, e mi nga tron fjallët. O moj Shqipni e mjera Shqipni, kusht ka qitë me kryen hi, me krushta, don me i vra, bajlozit të deteve të ashashit. E ti, të nqeshesh prej zorit, ja plas gazit, se fort mire dhe na zjo s'munësh me ba, nuk hesht, se nana si e gjif mis pak ja, lutësh që liqeni të zgjohet prej gjumi,
ndryshe, po na merr përpara llumi. O popull, që fle në shtretër latërgjik, ngrihu more si promotet, e mos ki frik. Bjerë një shporni këtë bastard të ndyrë, se mjaft është mjaft. S'na lan as gjo, madje as nam, as fytyrë. Hem more Zot, zgjador, bine, e mshirë. Faleminderit. Në vazhdim ftojmë Niazi Kastrati. Përshëndetje për gjithë. Ne kam një poezi për fëmijë. Titullohet "Dua të bëhem mekanik", pasi që është viti fundi viti shkollor dhe të pyetje parashtrohen tek nxënës se çka do të bësh, çka do të studiosh, çka do të shkosh. E pyeti mësuesja një ditë një nxënës me emrin Lorik. Çka dëshiron të bësh kur të rritesh? Mjek, inxhinier, a mekanik? Kur të rritem mësuesi, unë do të bëhem mekanik. A di sa më pëlqejnë makinat? Andaj shkoj në dyqan çdo ditë. E ofroj veshin pranë motorit që ta dëgjoj duke punuar pak. Sa më kënaqet shpirti mësuesi kur duke punu bën cak, cak, cak. E di që babi çdo herë më thotë, mëso mirë e bëhe profesor. E mos u bën si unë mekanik të zhytura për herë rrobe dorë. Ose mund të bëhesh doktor, që ka nevojë njerëzimi. Por mund të bëhesh nëse do edhe inxhinier ndërtimi. E unë i them, po, se jo, po, edhe unë do të bëhem doktor. Ama jo të shëroj njerëz të sëmurë, por kështu si ti të shëroj çdo motor. Faleminderit. Në vazhdim ftojmë Musa Ahmetaj. Poezia ime mban titullin Mjaft se u bë boz. Edhe këto si motimet e tjera, si kur diku ne në Mehall, çdo ditë luanin gugjas në fund vëshin prallë. E kur ulishim të mrizi, debatoi me nervoz, na ishte edhe një slogan, mjaft ma so bë boz. Kur si ja dinim kuptimin dhe nuk i binin në pije, askush nga ne nuk e dinte nëse boza vërtet kishte shije. Nga këto malla jon, edhe nga një mall tjetër, thoshin slogan i të shikuar nga brezi më i vjetër. Tani, fati mirë për ne, deputetet nga shumë qytete të deklarohen pak për bozën për shijen e saj secili për vete. Ju falenderoj. Në vazhdim Sulejman Dërmako. Përshëndetje për të gjithë, përgëzime për organizuesit, klubin letrar, bibliotekën, për këtë takim specifik. Po them specifik, sepse përmbahet një ditë specifike, si që është dita e lirisë, kur marrëm frym edhe në e lirshëm, dhe për njëri specifik, si që është Daut Maliqi, veterani arsimit, dajen i gastarisë dhe kontribues dukshëm i letërsisë. Nuk po e zjas më shumë, uroj që takimet tilla kemi më shpesh
Daut Maliqi të ketë shëndet dhe energji e frymëzim për veprat të reja. Do t'ju lexoj disa vargje mbasi që më zë shumë. Një kompliment që keni bërë këtë sepse kur po mbetet pezu, kështu dora pak më vështirë po qëndron njeriu. A ka afat skadence njeriu? Se edhe këte harua ta theksoj, rëndon ndër ne njerun e moshuar, si kur e lëm marqina, po njësoj edhe triun, ndërka që kur pa ta biseduar me Mark Krasniqin thot, derisa nuk e bashkojmë urtin e të moshuarit dhe energjin e të riut, nuk mund të ecim përpara. E ne mbase po vërtësohemi që ky bashkim është i domosdoshëm dhe i pandalshëm. A ka afat skadence njeriu ndonjëherë derisa ai të jetë gjallë e frymë të ketë? Mund të rindërtohet vetja, kurdoherë jo të pajtohemi e të mbetemi shkretë. Njeriu nuk është si ndonjë mall tregu, që prodhuesi i cakton afat përdorimi. Në çdo moshë ai i shërben një shtegu që më të lehtë ta bëjë jetën njerëzimi. Ndaj, çdo njeriu duhet dhënë vlerë, pavarësisht nga mosha e pozita që ka. A nga gjinia, siç u paragjykua ka herë dhe pas popujsh të qytetruar në la. Ç'është me sjelljet tona gjithandej dhe me ne, njeriun ton e zhversojmë në vazhdimsi, të huajnë e ngrem sa më lartë, madje deri në re, nërsa veten e ulim dhe e shpërfillim si mëzi. Pra, ta vlerësojmë edhe njeriun ton, pa përfillur të traditës shumë faktor, që dikur në jetë të mos mbetemi vonë, gabimeve të mos u falim asnjë orë. Ju falenderoj për durimin. Në vazhdim ftojmë Recep Hasani. E kisha me gjithë mend se s'do të iki, se në çdo haptimin të vogël, emrin tënd do ta mbaj si dritë. E kisha me gjithë mend kur hishtja më bëhet fjalë, kur sytë më tradhtonin shpesh dhe zemra s'dinte të ndalë. E kisha me gjithë mend dhe ndoshta ende e kam, se disa ndjenja të vërteta nuk shkojnë kur me kohë, as me largim. Falenderojmë poetët e pranishëm për paraqitjen e veprave të tyre. Ndërsa në vazhdim ftojmë Miradia Arifin të lexojë një poezi nga opusi letror i Daut Maliqit. Daut Maliqi kthehëm në rrugë të mbar. Shkon në dreq të mallkuar. Çka të shtyri të bëhesh pjanec? Të shkatërrosh vetën e familjen. Ta turpërosh. Kthehëm në rrugë të mbar, derisa nuk bëhet vonë. Dikur pendohesh. Kur familjen e shkatërron. Me të drejtë këndohej, qënë, more qënë, gushën si kur pëllon, mos e pirakin, se të bën zullum. Librin bëje shok, mirësjelljen lumturi, njerëzorën dashuri, dijen e sinqeritetin bëje lumturi. Nëse do jetën ta kesh të lumtur, puna dhe vepro, bëhu besimtar dhe ndero familjen, miqësin dhe atë dhe dashurin. Faleminderit. Emën të
Bacidaut dhe familjes së tij. Ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrje në këtë organizim të shkëlqyeshëm, kushtuar jetës veprës së Bacidaut. Respekt për organizatorët, respekt për recitatorët, respekt për të gjithë shkrimtarët, për ju që nderoni dhe respektoni Bacidaut çdo herë, dhe kjo shqipe se më të vërtetë keni e doni me zemër. Sot Bacidaut është në moshë të shtyrë. Dhe kur shkova e gjeta ftyrën me buqeshi. Ta sot jo me lumëtum që po takoj ta shokët, kolegët të mi të cilët çdo ditë më nderojnë në përmes letrave, shkrimeve të ndryshme. Bacedauti dëshirojmë jetë të gjatë dhe vepra të tjera. Bacedaut është i lodhur kështu fizikisht, po psikikisht është shumë i fortë. Sa herë shkoj e vizitoj, ja gjej fletoren dhe lapcin të shku në fletore, akoma shkruan. Presme akoma veprat për Bacedaut. Bacedautit dëshirojmë shëndet, e juve gjithëve shëndet të mirë, urime festa e çlirimit, lavdit të gjithë dëshmorëve që ranë për liri, e juve shëndet e gëzimin e ju. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Miradije për interpretimin e bukur. Po afrohemi drejt përmbylljes së këtij aktiviteti me një moment simbolik vlerësimi dhe mirënjohjeje. Ftojmë koordinatorën për biblioteka, zonjën Bedrije Bajrami dhe kryetarin e klubit letrar Nositi, zotrin Nejat Rexha, për dorëzimin e mirënjohjes për publicistin Daot Maliqi në shenjë respekti dhe vlerësimi për kontributin e tij të çmuar në publicistik, kulturë dhe jetën letrare të qytetit tonë. Të nderuar pjesëmarrës, ju falenderojmë për pranimin dhe kontributin tuaj në këtë aktivitet kulturor. Le të vazhdojmë të kultivojmë fjalën e bukur, librin dhe kujtesën për ata që me punën dhe veprën e tyre pasurojnë kulturën tonë. Faleminderit dhe urojmë një pasdite të këndshme. Po ashtu ju ftojmë edhe të merrni pjesë te ekspozita e trashëgimisë kulturore në hallin e Shtëpisë të Kulturës. Dhe një foto e përbashkët tek shkollët e Shtëpisë të Kulturës.
Shumë por me këto fiton pore, sidomos me këngëtarë. Jo komplet videoklipet. Produksion është një?